Banorët e fshatit Rjoll në njësinë administrative Velipoj të Shkodrës janë paraqitur në prokurorinë e posaçme SPAK pas 3 ditësh protesta kundër ndërtimit të një resorti luksoz në pronësi të oligarkut Bashkim Ulaj. Banorët kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të punimeve, duke pretenduar se investimi po kryhet mbi tokat e tyre të trashëguara, ndërkohë me pankarta në duar banorët e zonës kërkojnë drejtësi. Sipas tyre, kjo është hera e dytë që ata i drejtojnë SPAK-ut. Më 25 mars të vitit të kaluar, ata kanë depozituar një kallëzim penal ndaj firmës ndërtuese dhe disa personave, të cilët dyshohet se kanë falsifikuar dokumente pronësie në zonën Bakës Rjoll. Protesta në Velipoj ka vijuar për disa ditë me radhë. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar përplasjet me forcat e rendit, të cilat i kanë larguar banorët nga rruga, ku kanë nisur punimet për ndërtimin e resortit turistik. Sipas projektit, kompleksi do të shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 146 hektarësh, duke u konsideruar një nga investimet më të mëdha turistike në vend. Gjatë orëve të natës, i gjithë qarku i Kukësit u përfshi nga reshje shiu me intensitet mesatar, të shoqëruara her pas here me erë. Moti i paqëndrueshëm krijoi vështirësi në disa akse rrugore, kryesisht në zonat me terren malor. Reshjet vijuan deri në orët e para të mëngjesit të së njëjtës dhe u ndërpren gradualisht. Si pasojë, në disa segmente u shënuar rënje gurësh dhe inertesh nga shpatet, duke penguar përkohësisht qarkullimin e mjeteve. Problematika më e theksuar u evidentua në aksin rrugor Kukës-Bushtric, ku në orët e para të ditës u regjistruan rënje gurësh dhe masa dherash. Situata vështirësoi lëvizjen e automjeteve deri në ndërhyrjen e strukturave përgjegjëse. Sipas sinjalizimeve, subjektet kontraktore të mirëmbajtjes rrugore ndërhyjnë menjëherë me mjete dhe forca pune, duke pastruar segmentet e bllokuara. Aktualisht, aksi kombëtar Kukës-Peshkopi është i qarkullueshëm normalisht, ndërsa drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbahet seanca paraprake ndaj kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish bashkëshorte së tij Monika Kryemadhi. Në këtë seancë, trupa gjykuese do të vendosë nëse çështja do të kalojë ose jo për gjykim. Seanca vjen pas zhvillimeve të seancës së kaluar, e cila zgjati rreth 8 orë dhe u shoqërua me përplasje verbale mes Ilir Metës dhe prokurorit të SPAK, Sotier Klapi. Gjatë asaj seance, prokurori arriti të lexonte vetëm 90 faqe nga kërkesa për kalimin e çështjes në gjykim, ndërsa mbeten ende edhe rreth 100 faqe të tjera për të paraqitur. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet më 28 korrik 2025 në kuadër të dosjes që lidhet me aferën Çesdia, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe hetimin pasuror. Sipas SPAK, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Avionët privat reaktiv për distanca të gjata, të cilët përdoren nga elita globale të biznesit dhe politikës, nuk janë thjesht mjete udhëtimi. Ata shërbejnë si një metaforë e ndekut midis njerëzve të pasur dhe të pushtetshëm dhe pjesës tjetër të shoqërisë. Në Shqipëri, dikur një vend i izoluar dhe ende i varfër, vetëm një grup i vogël njerëzish udhëtonte jashtë vendit. Për dekada, simbolika e përdorimit të një aeroplani privat është më e fortë, në mënyrë të veçantë kur këto udhëtime bëhen nga zyrtar publik si kryeministri Edi Rama, shpesh larg syve kurreshtar të publikut. Udhëtimi i fundit i liderit jetë gjatë shqiptar në vizitën shtetërore 3 ditore në Izrael, me rastin e pjesëmarrjes së tij në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, u realizua nëpërmjet avionit bombardier global 5000, dikur në pronësi të Sam Bankman-Fried, një sipërmarrës amerikan i dënuar për mashtrim dhe pastrim parash. Kjo nuk është hera e parë që Rama përdor një avion privat për udhëtimet e tij zyrtare. Për vite me radhë ai shfrytëzoi një Airbus A319-100 të konfigurimit VIP nga kompania e flamurit Air Albania, i pagzuar me emrin Ismail, ndër të themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Bey Vlora. Përfaqësues të mazhorancës argumentojnë se përdorimi i një avioni qeveritar për udhëtime zyrtare nga kryeministri lidhet me dinjitetin e shtetit shqiptar dhe përfaqësimin e tij në arenën ndërkombëtare, ndërsa kritikët e Ramës nga radhët e opozitës mendojnë të kundërtën, ndërsa theksojnë se dinjiteti që gëzon një zyrtar publik, qoftë brenda apo jashtë vendit, nuk lidhet me luksin e mjeteve të transportit të përdorura ndaj tij. Irani ka ndërmarrë prej ditësh sulme kibernetike ndaj Shqipërisë me synimin për të bllokuar aksesin dhe aktivitetin e opozitës iraniane që ndodhet në Manz. Siç mësohet, këto sulme nuk kanë pasur intensitetin e atyre të vitit 2022, kur hakera iranian arritën të përvetësonin një pjesë të madhe të dhënave të qytetarëve shqiptar, të cilat më pas u publikuan në rrjet. Ndërkaq, këto sulme janë përballuar nga sistemi mbrojtës kibernetik, të cilin Shqipëria e ka marrë prej vitesh nga Izraeli. Opozita iraniane në Shqipëri nuk ka qenë shumë aktive kohët e fundit në zhvillimin e një lufte politike të hapur, pavarësisht protestave të vazhdueshme në Iran. Kjo sepse Tirana zyrtare u ka kërkuar atyre të mos përfshihen në aktivitete diversive, pasi një gjë e tillë do të implikonte drejt për drejt Shqipërinë dhe do ta ekspozonte vendin ndaj një përgjigje të ashpër nga regjimi i ajatollahëve.
Greqia ka zgjedhur të jetë armike e Rusisë të Sergej Lavrov, i cili nuk fshet dot zemërimin. Ministri i jashtëm gjatë një prezantimi të punës diplomatike të Moskës për vitin 2025 ka akuzuar Athinën për dërgimin e armëve në Ukrainë dhe për tradhti ndaj lidhjeve shekullore ruso-greke. Ai shtoi se armët që dërgoi Athina po përdoren çdo ditë nga forcat ukrainase kundër civilëve në Donbas, në Zaporizhia, Kherson, Krime dhe rajonet të tjera jugore. Dhe kjo ndodh pavarësisht se aty jeton një diasporë greke e madhe, paqëdashëse dhe e lidhur historikisht me atdheun e saj. Lavrov kritikon edhe marrëveshjen strategjike të Athinës me Kievin për dronët detar, duke e cilësuar si një hap të qartë anti-rus dhe pjesë të një presioni sistematik perëndimor mbi Greqinë. Ndërkohë, sipas sondazheve, 72% e grekëve mendojnë se vendi duhet mbajë një qëndrim neutral në konfliktin ukrainas, sipas Protothemës. Ish-presidenti të Kosovës që po mbahet në qendrën e paraburgimit në Hag gjatë gjithë kohës i përgjojnë bisedat me vizitorët. Në gjyqin e dytë ndaj Hashim Thaçit, prokuroria e specializuar ka dorëzuar 35 orë audio incizime si prova. Rëndimi që po i bëhet mbrojtjes me mbi 5000 faqe transkripte nuk është ankesa e vetme e avokatëve të Thaçit dhe të tjerëve, të cilët kanë gjetur se prokuroria po i ndryshon edhe versionet e përkthimeve të pjesëve ku pretendohet se ish-presidenti u mundua të jap udhëzime për dëshmitar. Deklaratat përmbyllëse në çështjen kundër ish-udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të mbahen nga 9 deri më 18 shkurt. Ish-prokurorët e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katërt janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Princ Leka dhe Blerta Celibashi po përgatiten të hedhin hapin më të rëndësishëm në historinë e tyre të dashurisë, martesën. Bëhet me dije se çifti ka nisur tashmë përgatitjet për ceremoninë, ndërsa dita e kurorëzimit pritet të jetë shumë afër. Lajmi vjen pas një periudhe të gjatë stabiliteti dhe ekspozimi publik të çiftit, të cilët prej kohësh nuk e kanë fshehur më lidhjen e tyre. Vitin e kaluar, Princ Leka dhe Blerta celebruan fejesën në një ambient privat në jug të vendit në prani të familjarëve dhe miqve të ngushtë. Ceremonia bëri bujë në mediat shqiptare dhe u pasqyrua edhe nga disa media ndërkombëtare, duke tërhequr vëmendje të gjerë.